tanket T-59 kinez, kopja e T-54, e modifikuan pak kinezët, po gjithsesi ajo lufton akoma, ka tanke që luftojnë të tillë. Po, i kam pa. 760. Nuk e di, disa shok të një oficer... Sa? 760. Edhe 138 T-34, T-5, që na e solli rusët. Ato janë planifikuar më tepër të luftonin të groposur? Të groposura. Edhe në drejtimet më të ndihmuese, për shembull, Peshkopia ka pasi batalion tankës T-34. Pjesa e kësaj Librazhit ka pasur një batalion tankës. Do më thënë diku të rreth 1000 tanket? Rreth 1000 tanke dhe rreth 200 transportues të blinduar. Këto BMP që janë 1-2? Jo, të variantit MTLB-ja, BTR-50 dhe A531 që janë të prodhimit kinez. Por, kinezët që bënë? Kinezët morën, kopjuan modelin amerikan të M113-ës, të transportuesit të blinduar, morën dhe këtë modelin BTR-50 rus dhe i nëzorën një të veti. Kjo është shumë i mirë, është sot, është shumë i mirë, është lundrus. Transportuesi blinduar lundrus. Amerikanët nuk e kanë, as Bradley lundrus, as këtë M113. Beni, thuhet që, do më thënë, armatimi i modelit sovjetik nuk u treguan në lartësinë e duhur. Tani këtu jemi edhe në fushën e propagandës. Ti si specialist, si e shikon? Unë mendoj kështu. Ukraina... Se si e tha, i plumbi i ha të gjitha. Ukraina ka marrë rreth 360 sisteme, pra, kur them sistem, një grup zjarri. Rreth 360 sisteme të artillerisë perëndimore 155 mm. Ndërkohë... Ne sa kishim? Ndërkohë ka vetë mbi 3 mjeca të artilleri sovjetike. Këta për 300... Po, 360 i kanë dhenë. 10% nevojave. Ndërkohë që ata kishin 1500 të tyre. Ata kishin 3 mjeca. Po ne, sa kemi pasur? Ne kemi pas 1500, po them. Po kaq territor kemi pasur. Kaq pak territor. Do të thënë, gjithë vija e frontit ton mund të shkonte në rastin se sulmoheshim nga dy krah 360 kilometra. Ata e kanë... Po, mos harroni luginat. Po, pra, janë vetëm lugina, malet nuk e që bënë. Aq më tepër që ne, traditat tona ishin luftë malore. E kemi pasur dhe këmbëleta faqe bardhë, po zakonisht e... Këmbëleta kur s'kishim as shtet, as organizim, kur kishim organizim fisnor. Dhe atëherë kemi bërë luftë, edhe kundër serbit dhe kundër këtyre tjerëve. Por me atë si e përmend aleat e NATO, Stefan Esa. Po, mirë se me që e përmende NATO, po e shikojmë gjithë, po e shofim evropianët dhe nësë parë. Ne do të këshim parë shumë vite në parë, po ikën. Beni, atëhere, pas ka pasur, po tanket ku do përdorish, në përmalja apo do përdorish në ultrasin përndimore? Atëhere, unë po ju them vendosjen e brigadeve të tankeve, Shkodra. Për fushën e në Shkodrës? Laçi, Zallherri, Sauku, Vora. 5 brigada deri tash. Elbasani. 6. Berati. 7. Lushnja. 8. Fieri. 9. Gjirokastra. 10. Vlorë, se kishit lënë asnjë tank? Jo, pse ku do shkojnë Vlorë? Në Fier ku do shkojnë Vlorë? Ku do zbarkojnë Vlorë që ku do shkojnë? Mbyllet në Nartë mbyllet, s'është drejtim strategjik, mund t'jetë drejtim operativ vetëm për të kapë Vlorë. Ama më ka thënë edhe diçka një oficer tankist. Përveç disa batalioneve autonome që ka pas Tropoja, Peshkopia, Kuksi, batalione autonome tankës. Ama ka thënë edhe diçka shumë kurioze një shef armatimi, është vështirë të përdoret tanku në ulësirën tonë perëndimore, sepse janë tanket të rëndë dhe fundosen. Do më thënë mund të zbarkohen vetëm tanku i tyre. I tyre, pra. Tanku i tyre ndërsa tanku jo, të mesëm kanë qenë ato, 36 tonë vinin. Këta perëndimorët janë 50 plus, por qënë si ka.
tanku i tyre, sepse tanku jon e kishe të përgatitur pikën e kalimit të tankut. Kanalet e mëdhenj Vaditës, Kullus, tanët, fushën e Myzeqes, fushën e Laçit këtej. Nga drejtimin për në Bregdet, e kishin 50 gradë, dhe të dilshin andej e kishin 30 gradë, më pak se 30 gradë, të betonuar, të betonarmuar. Dhe ata e dinin se ku ishin pikat e kalimit të tankeve. Dhe sa tanket kundërshtarë, kur të vinin dhe në qoftë se do të gjenin këtë, nuk e kalonin dot, se ishte 60 gradë, nuk e njisnin dot. Do ngelin atë. Tanket tona e kalonin, dhe kishte çdo kamën i tankesh, 9 tanke, një pikë të tillë. Ku dilta? Pra, tanket tonë kishin 2 detyra. Detyra e parë ishte shkatrimi, azisimi i desantit ajror. Prandaj, në fushën e Tiranës ishin 3 brigada tankesh, në një zonë shumë vogël të nxënësisë operative. Po do dalësh në të tre se sa e vogël. 3 brigada tankesh, një brigadë takista. Një në Laç, 4 brigada tankesh, një në Laç, një në Zallher, një në Vorë, një në Sauk. Vetëm për Tiranën ishin 3 në formë trekëndësi. Qa do lloj desante ajror tillë do azisojë në mënyrë. Po përveç kësaj, këto 3 brigada tankesh kishin dhe 3 brigada artillerisë të kalibrit të madh, 122, 130 dhe 152 mm. Sa breza mbrojtje kishte nga vija e kufiri deri për të arritur në Tiranë? Ato quhen rajone mbrojtje. Rajoni mbrojtjes i batalionit, mitralier, tepër i fortifikuar. Pra, sa pengesë është kalon? 6 vija bunkeresh kishte një rajon i fortifikuar, tepër i fortifikuar. Vetëm një batalion ka pas 6 në thellësi. Dhe sa brezi i mbrojtjes i brigadës dhe i divizionit ka pasur akoma më thellësi. Prandaj thua ti që ishte tepër i fortifikuar. Rusët në rastin më të mirë në një territor 120.000 km2, domethënë 4 herë më maksimumin 3 breza arritën për të mbrojtur Mariupolin. Si të lutem, nuk ishte brez, ishte vi transhesh me pengesat kundër tanke përpara. Nuk quhet breze. E qartë më mirë, dakord. Quhet një vije fortifikuar. Ashtu e quhetën ata më, prandaj po e them unë sigur, se s'kam qenë. Po ju them që unë nuk di rast tjetër të ndërtimit të këtë vijave të fortifikuara në botë t'i afrohet këtij tonit. I thoshin vija Maginot, vija Mannerheim, vija Siegfried, vija Stalin. Jo, ato të gjitha kanë pasur një të çarë. Kishin një pikë të dobët. Pika e dobët e tyre ishte, konceptimi i tyre ishte bazuar mbi, si të themi, fortifikime gjigante të mëdha. Lineare. Dhe këto fortifikime njëri nga tjetri ishin goxha larg dhe mbuloheshin me zjarr artillerie. Po rezultoi që pika më e fortifikuar e luftës dytë botërore ka qenë një pikë e fortifikuar belge që quhej Ben Emael. Ajo mbante brenda një regjiment 1500 veta, kishte disa 10 mitralozë, disa 18 topa gryka zjarri dhe 1500 ushtarë që shërbenin ndaj këtyre 10 mitralozë, le të themi 15 mitralozë. Ishte disa katër në tokë me ushtime. E pa ajo pushtua vetëm nga 60 parashutistë, sepse ata nuk parashikonin ta nxirrnin ushtarin belg nga fortifikimi dhe të jepte kundër sulme nga ana. Ndërsa kurse ju na kishte llogaritur mish për top, po, ndërsa këtu përveç zjarrit ishte, prandaj quhej mbrojtje pozicionale aktive. Përveç zjarrit ishte edhe kundër sulmi. Fillonte me kundër sulmin dhe mbaronte me kundër. Beno, kam iden që edhe lufta e droneve këtu te neve nuk ashtu, se me sa male që kemi kur dua të shkoj nga një herë filmoj me dron, ka satelit. Prisë lidhje. Kam frisë edhe kjo lufta moderne nuk pi ujë këtu te neve. Shikoni djali kameramani kur shkon, vende i zë, vende si zë vala e dronit. Pika jonë më e fortë, ju thash doktrinë mbrojtëse, pika jonë më e fortë për mbrojtjen
ka qenë batalionet artë mitraljere. Batalioni artë mitraljere ishte një repart gjigant, ku kishte 3 kompani mitraljere, 1 kompani automatikse, kishte komanin e mortajave, komanin kundër tanke, me topa kundër tank dhe komanin kundër aerore. Ma ato si që e kishim neve. Granat Hells. Jo, Granat Hells, ja i 120 mm. Jo, 75 mm kundër tank. 75, a ishte kundër tank, a i? Kundër tank. Po, nuk është se... Që ishte si me gryk të zjaruar. Top pas mbrapsi 75 mm. Topje kineze e një topi amerikan. Nuk ishte efektivaj? Kundër tankeve modern, nuk ishte efektiv kundër tankut. Ka qenë efektiv kundër transportuesve të blinduar dhe kundër këtyre pikave të fortifikuara, fushore. Dhe llogaritë këto kompanit mitraljere, një kompani kishte 3x9 skuadra. 9 skuadra, një skuadrë e ati organizimi kishte 3 mitraljoza të rëndë. Pra, një më të veta ishte skuadra, 3... 2,7? Jo, 7,62 her 54 mm, mitraljoza të rëndë shumë të fuqishëm. Dhe komanin automatikse, në qovë se kundërshtari do arrinte në mes ati ferri plumbash dhe predash për balë, do arrite të deportonte, kompania automatikse, që kishte 120 veta, vetëm automatik dhe mitralos të letë, jep të kundërshun nga kraft. T'ju tregoj dhe 2 minuta një që para se të diplomosh i oficerëve në qonin praktik në reparte ushtarake. Edhe mua me disa shok të tjerë më qëlloj që të shkoja të bëja praktikën tek batalioni mitralier X Amilit. Nuk do them emra, se unë i kam shkruajtur ato. Nuk do them emrin e komandit batalionit dhe shefit shtabit batalionit atje. Nëse do të tregoj një të bukur për Ksamilin. Kur gjatë kohës që kryeja praktikën atje, u dha kjo sinjali i provës së gatishmërisë luftarake, që do të thuhet që për 4 orë të kompletohej batalioni. Me gjithçka të shkonin në bunker dhe të ishin gati për hapjen e zjarrit. Unë galeri 21 vjeç. Edhe më thot komandanti i batalionit, bashkë me shefin e shtabit, Arben mere këtë kompaninë se s'po na vjen ai komandanti i kompanisë, edhe lutem ti çosh, pa nga Ksamili aty në breg të zenë bunkeret. Edhe unë galeri dhe fillova duke u fol atyre rezervistëve, që shpejt se ja dhe erdhi greku, ja dhe kështë Korfuzi, po vjen greku shpejt, i thosha unë atyre. Më dëgjoj e komandi batalionit, më dhati që këtu. Më së thuja shuta se këta të gjithë greka. Po mirë, i thash, po, si kam. Me një faqe kodre, tu i gjitur me ne, ishin kjo kompania automatikse. Tha, po, këta vijës parë, grek janë, shikon këta këtu, tha, këta janë qoben, shqiptarë, tha. Më kam ndodhur një në vitet kur kam banuar në Saran në 78-ën, mbytet një vapor grek me bostan dhe pikës vrojtimi duken si helmeta, se ishte natë. Bostanët jeshil, po rryma po i bide drejt Shqipërisë. Dhe u shpall alarm u tum Saranda, mbaj më nuk kam qenë i vogël, domethënë. Dhe kështu që dhe më tregon një miku im i cili është në Amerikë, Arben Deda, i cili ka komshi një grek, i cili është nga këto ishujt e vegjël të Korfuzit, që janë që edhe u bë dhe sherri për çështjen e hartës detare. Dhe ai thot, peshkotarë që kur dilnim në det për të peshkuar, kishim frikë të kthenim edhe kokën nga Shqipëria, janë të çmendur, thoshta të qellojnë ata, thotë. Ka të flurusin, pas flasin për flotën mëse. Po, pastaj, atëherë, vim në ditët e sotme. Jemi në momentin që po vihet në dyshim NATO-ja dhe artikulli 5 i saj. Do me thënë, në rastin më të mirë, tje ke thënë edhe më përpara me diplomaci, 2 javë duhet ja dalin vetë sa t'ju lëm kohë atyre miqve që të vinë.
Mirë po, pak si vështirë të vinë miqtë, se thonë, trima mbauni ju jeni vje parë që jo, pastaj kur të vinë të ne, ju të Derisa të tregojmë marrim ne ne qepin. vendimin politik, t'ja transmetojmë komandës